Nëse do të marrim për shembull rrënjën e rrodhes së madhe, Arctium lapa, dhe ta ziejmë afërsisht 4-5 minuta në një çajnik, atëherë dhe përdorim nga kjo afërsisht 2 gota në ditë, të shoqëruar me 2 lugë çaj mjalt gështenje, atëherë do të vëmë re që organizmi nuk do ta ndiejë më atë kputjen trupore që ngrihemi shpesh në mëngjes dhe jemi si të lodhur sikur kemi punuar tër natën. Kjo është pikërisht fal përbërësve fitokimik që ndodhen tek gjethja të rrënjës së rrodhes së madhe dhe njëkohësisht përbërësve të mjaltit të gështenjës. Për të rritur imunitetin e trupit ton, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Afërsisht marrim nga bimët që janë, si për shembull, rrënja e sanzës, bimë të cilat janë antivirale dhe siç është për shembull trëndafili i shkëmbit, siç është për shembull ekinacia dhe bimë të tjera, bishtamithi e kështu me radhë, dhe hedhim për shembull në një çajnik në një gjysmë litër ujë, afërsisht 2 lugë gjelle me bimën. Përmirëson tretjen, shton oreksin dhe shton mikroelementet në gjak. Sidomos nuk e përmendëm kot që tek mjalti i gështenjës ndodhet edhe në sasira të mjaftueshme hekuri. Pra, nëse neve nga mjalti i gështenjës do të marrim për një njeri që është me parametra të treguesve të gjakut në vlera të ulta, duke filluar që nga leukocitet, eritrocitet, hemoglobina e kështu me radhë, dhe përgatitim një çaj me këto bimët mjekësore. Siç unë i përmenda këtu, duke filluar edhe me fruta pylli, edhe me rrënjët, lule dhe gjethet, ta përvëllojmë me ujin e nxehtë, ta lëm afërsisht 10-15 minuta dhe të marrim ato mikroelementet që ndodhen tek këto bimë që ne hodhëm këtu, dhe këtë çaj ta kullojmë mbas 10-15 minutash, mundet të përfitojmë parafërsisht këto të mira në organizmin ton. Atëre, përmendëm atë trëndafilin e shkëmbit. Përmendëm lulen e bishtamithit, tërfilin e kuq të livadheve. Janë një mori bimësh që janë plot e përplot, sa me element antiviral, antibakterial, sa me mikroelement si që janë edhe këto kalciumi, magnezi, zinku e kështu me radhë, por njëkohësisht duke u pasuruar çaj me flavonoide dhe polifenolet, me vitaminat e pakta, por të fuqishme që ndodhen këtu, atëhere ne do të kemi në gotën tonë të çajit një stimulues të rritjes së imunitetit tonë. Atëhere, nëse do ta marrim këtë çaj dhe do ta përdorim 3 gota në ditë, për fëmijët kryesisht nga 100-120 ml, për të rriturit 150 deri në 200, do të vëmë re që qoftë edhe fëmijët që smuren shpesh, që ju bëhen grykët shpesh e kështu me radhë, rezistenca e trupit të tyre do të filloj pak e nga pak që të vi duke u rritur. Po nëse digjemi për shembull nga një avull ose ndonjë flak, nëse digjemi nga një tenxhere që mund ta kapim me duar, çfarë mund të veprojmë ose si mund të na ndihmojë mjalti i gështenjës? Mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim afërsisht një dorë me lëvore vidhi, e vlojmë 10-15 minuta në 1 litër ujë. Nëse kemi edhe lëvore gështenje, mund t'i bëjmë përsëri të dyja së bashku dhe në çajin e tyre, po të shtojmë pak e nga pak mjalt gështenje, do të vëmë re që në zonat që neve i lyejmë me këtë çajin të ëmbëlsuar me mjalt, do të vëmë re që rigjenerimi i lëkurës do të jetë shumë herë më i përshpejtuar, i krahasuar ndoshta edhe me ndonjë produkt tjetër. Nëse mbas tharjes së këtij çaji me mjalt, neve mund të përdorim atë kremin ton kundra djegjes, do të vëmë re që mbyllja, qoftë edhe fluskave sikur të kemi këtu me ujë, do të ndodhi shumë shpejt dhe pa lënë asnjë shenjë të djegjes së mëparshme. Pra, folëm për mjaltin e gështenjës si një dhuratë të çmuar të natyrës dhe të bletës, kur përdoret ky mjalt me mençuri, së bashku edhe me ndihmën e mjekut, pa diskutim që e ndihmojnë trupin ton të gjejë atë rrugën drejt ekuilibrit dhe shërimit. A mund ta konsiderojmë mjaltin një ilaç? Jo, është një suplement shumë i çmuar për organizmin ton. Edhe nëse bëjmë një krahasim, një paralelizëm, ndoshta shumë vulgar, le të themi kështu. Sikur pas një pylli që ka rënë një ciklon i fuqishëm,
që janë shqyer deg, janë shkatruar gjethe nga breshri e kështu me radhë, ato rrezet e diellit pas këtij cikloni, nuk është se do ta rigjenerojnë pyllin plotësisht. Jo, ato ndihmojnë që të shpërthejnë lastarët e ri dhe pylli të fillojë pak e nga pak të rigjenerohet. Po kështu është edhe efekti i mjaltit të gështenjës në organizmin tonë.